Përshpejtoni drejt Allahut. Disa dietarë kanë thënë, përshpejtoni drejt Allahut qoftë dhe duke çaluar apo zvarritur. Dhe mos e prisni shëndetin, sepse pritja e shëndetit është humbje kohe. Përshpejtoni drejt Allahut si në kohë sëmundje, ashtu dhe në kohë shëndeti. Përshpejtoni drejt Allahut në çdo gjendje. Edhe nëse përjetoni gjendje dobësie apo mangësi në adhurim, mos prisni përsosmëri në adhurimet dhe në projektet tuaja. Përshpejtoni drejt Allahut, sepse një vepër e vogël dhe e vazhdueshme është më e mirë se shumë vepra të ndërprera. Vepra e vogël dhe e pa ndërprerë është më e dashur tek Allahu. Përshpejtoni drejt Allahut, edhe nëse jeni mëkatar. Pasojini veprën e keqe me një vepër të mirë dhe silluni me njerëzit me sjellje të mirë. Përshpejtoni drejt Allahut dhe përforconi qëllimet, vendosmërinë dhe sinqeritetin në adhurimet tuaja, në objektivat dhe projektet tuaja. Përshpejtoni drejt Allahut dhe përpiquni të forconi dhe lartësoni veten tuaj, sepse ajo ka momente zelli dhe momente përtacie në raporte me adhurimet dhe veprat e mira. Nëse ndjeni një shtys zemre, përfitoni prej saj, sepse çdo rraje është një shans mirësie. Mos e lini pas dore të mirën, sepse ju nuk e dini kur do të vijë qetësia. Përshpejtoni drejt Allahut dhe mos prisni momentin e zellshmërisë dhe forcës më të mirë. Vazhdoni me përkushtim dhe mos ndaloni. Mos harroni se jeta kalon dhe vitet ikin. Asnjë minutë nuk mund të kthehet. Përshpejtoni drejt Allahut në çdo gjendje, në këmbë, ulur apo shtrirë. Mos ndjeni të sigurt në pozitat tuaja. Përshpejtoni drejt Allahut dhe mos lejoni askënd t'ju mashtrojë me premtime të rreme, që vonojnë apo pengojnë ecjen tuaj. Përshpejtoni dhe lëvizni përpara në drejtimin që jeni urdhëruar. Përshpejtoni drejt Allahut në një garë fisnike dhe konkurrencë të ndershme, që nuk turbullohet nga sëmundjet e zemrës apo veset e shpirtit. Përshpejtoni drejt Allahut, bëni durim dhe qëndroni të palukundur, jini vigjilent dhe ruajini dënimit të Allahut në mënyrë që të shpëtoni. Jeta është vetëm një faqe që do të mbyllet, dhe njeriu nuk është vetë se një lule që do të vyshket. Ndaj, përshpejtoni drejt Allahut.